Jemi rikthyer dhe tashmë I kam motrat Geci, Fatjona dhe Griseltën këtu në studio dhe mezi prej sigurisht që të fillojmë edhe bisedën me ta. Përshëndetje, mirë se erdhët, shumë faleminderit që jeni pjesë e emisionit sepse ka gjatë kohë në fakt që ju kam planifikuar për t'ju marrë në emision, po që edhe ju me angazhimet tuaja dhe erdhi momenti më në fund. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Përshëndetje, gjithashtu ishte kënaqësi. Kënaqësi edhe për mua. Dua që të kemi kështu një bisedë chill, le të themi, një bisedë pak më ndryshe nga që janë mësuar edhe shikuesit ju shohin, edhe me emisionet tuaja, por edhe me daljet tuaja televizive. Kështu që një herë para se të hymë në detaje më të thella për jetën, për rrugtimin tuaj, t'ju pyes si ka qenë ky periudhë për ju? E ngarkuar, ka qenë një periudhë intensive, ka qenë ajo faza kur Elda po merrte drejtimin e qendrës, ndërsa unë nisa punën me portalin dhe emisionet, kështu që jemi akomoduar secila në fushën e vet. Ka qenë një periudhë sfiduese për hir të vërtetës, po te I kaluar. Kanë shkuar gjërat në rrugën e vet, besoj po. Mendoj që nëse një rrugtim nuk ka sfida, edhe nuk shijon. E vërtet. Të flasim pak për fëmijërinë tuaj. Pra t'ju kthej pak në kohë. Që mos nisim direkt me rrugtimin tuaj, sigurisht aty ku keni arrit sot, por dua të fillojmë me fëmijërinë tuaj. Ju jeni 4 fëmijë në familje, pra keni edhe 2 vëllezër, për të cilët do të flasim edhe mbase do t'i shohim edhe tek disa fotografi që ne do t'i kemi këtu, por më tregoni pak si ka qenë fëmijëria juaj, çfarë mbani mend nga fëmijëria juaj? Tani e ke rastin live të shpresh të gjitha ankesat që ke për mua, se tani nuk të censuroj dot. Tani mund t'i thuash të gjitha gjërat çfarë ke të ankosh për mua. Po, se jemi live dhe nuk thot dot që jo e heqim këtë pjesë, nuk e heqim. Tani nuk jo, kështu që jepi urdhra. Jo, në fakt veç mos harro se në shtëpi do vish me mua. Përsëri të cenzuroj. Kërcënimin edhe tani nuk flas fare, të bëhet. Jo, në fakt të paktën flas për vete, fëmijëria ka qenë sigurisht shumë e bukur, me kujtime shumë bukura, dhe sigurisht këtë pjesën e kanë bërë më të bukur edhe prania e motrës edhe 2 vëllezërve. Në fakt, unë jam fëmija I parafundit, por me këto llastimet edhe me këto, më zhdukur vetja sikur kam qenë I vogli I shtëpisë. Një nga kujtimet në fakt që mbaj mend, që nuk është në fakt edhe shumë tek pjesa e fëmijërisë, që do ta veçoja në fakt, se jo më kot jemi tek media, se rrugtimi ka nisur shumë më përpara, kur kam qenë diku klase 3 ose klase 4, para sa vitesh, është bërë mini show, një format siç është sot Kurthi I Peter Panit, dhe kam qenë një ndër fëmijët në atë bashkë me tim vlla, me vllajën e madh, dhe kemi qenë gazetar të vegjël që kishim të ftuar personazhe publike. Një ndër to ka qenë edhe Edi Rama, futbollist, kështu që ky rrugtim nuk është se ka nisur pa një shkak. Dhe sigurisht që shtysa për të shkuar aty, që vazhdon të jetë një shtyse edhe sot, është pikërisht Jona. Jona të ka shtyr që shkosh ti aty, apo? Po, Jona bashkë me vllajën, po. Jo, ajo ishte një versioni I parë I Peter Panit që bëhet tani, domethënë po flasim shumë vite më përpara, ishin hapur audicionet në televizionin publik shqiptar, ndërkohë unë kisha aplikuar për këta të dy dhe I them mamit që unë aplikova dhe do I çojmë Sylen dhe Eldën. Se për moshën e tyre ishte, por po, realisht po. Edhe në teatr opera së baletit e kam qenë. Do të thënë, jo të gjitha kanë qenë një shtysë shumë e madhe dhe vazhdon të jetë akoma. Është merite e saj se më ka dëgjuar, se mund edhe ta refuzonte ata. Sigurisht. Dhe flasim e dëgjohemi, po. Fëmijëria është padyshim ajo pjesa që na shënjon. Është ajo pjesa që unë gjithmonë them që nëse do të ta lexosh një të rritur si ka qenë, duhet t'i kthehesh tek fëmijëria. Dhe nëse do të identifikosh një të rritur se çfarë do të bëhet tek një fëmijë, duhet ta shohësh në ato parametrat fëminore. Është një fëmijëri, ne jemi rritur shumë të lidhur me njëri tjetrin. Kemi qenë vërtet shumë të pas njëri tjetrit. Dhe kujtimet më të bukura kanë bëjnë ndaç me kohën që konsumonim në shtëpi me njëri tjetrin, ndaç mënyrën se si organizonim vajtjen në shkollë, kthimin, aktivitetet, po mbi të gjitha, kujtimet bukura janë mbështetja që I kemi dhënë njëri tjetrit në eventet ndryshme, që për ne ishin shumë të rëndësishme. Pra nëse unë kisha një
aktivitet i kisha fansa, nëse këta kishin një aktivitet, e kishim njëri tjetrin në suport të njëri tjetrit. Dhe kjo sigurisht që është e bukur kur ke mbështetjen e familjes dhe suportin e familjes. Vëllezërit nuk kanë vazhduar nga ana televizionit, apo nuk? Megjithëse ka qenë vllai yt me ty në atë periudhë, po, pastaj jo. Nuk ka vazhduar. Por që për ty pas ka lind dashuria shumë më herët dhe në fakt pas ke intervistuar edhe personazh mjaft të rëndësishëm që në atë kohë. Po. Por le të themi nuk është se ka qenë një dashuri shumë e madhe, vazhdon të mos të jetë edhe sot. Do të thënë ti themi të ca gjëra, por që a vazhdon të çty Jona ende për të pjesë? Ja, edhe sot për shembull, një ndër shtysat e fundit. Pra sot përsëri ke ardhur me shtysën e Jonës, apo? Jona, sa e vështirë ishte ta bindesh që të vi për ta bërë këtë intervistë? Ne kemi një fazë para përgatitore. Tash se njerëzit kur na shohin thonë sa mirë shkoni ju të dyja. Jo, kemi një fazë para përgatitore. Domethënë, vjen ftesa, Elda ka ardhur një ftesë nga Filan Media. Jo, nuk shko vetë. Okej, në rregull. Një ditë para, Elda do shkojmë. Po kot pse më pyet, derisa e ke vendosur. Them po unë ta dhash mundësinë që ta heqësh të keqen, po në fund do shkojmë. Po, do shkojmë bashkë. Do shkojmë patjetër. I kemi të rralla intervistat bashkë, për vërtetës, edhe në intervistat personale, kështu këto intervistat që janë më individuale, unë nuk është se i kam shumë qef. Kur janë profesionale jam më rehat, po ka një gjë. Sa herë që më ftojnë intervistat të tilla, e kuptoj se çfarë ju kanë bërë të ftuarve të mi, kur i thrisja atëherë në emision që ju bëja surpriza, që flisnin për jetën e tyre dhe ishin gjatë gjithë kohës sa fillonin qanin, edhe unë sigurisht shijoja këtë gjë, por nuk ngel ka hak palar, ja ku sillet rrota e historisë, edhe jam unë në të njëjtën pozitë. Ashtu është, po vjen një kohë ku e merr edhe rolin e mysafirit, kështu që nuk je vetëm intervistuese. Kush ka qenë më problematike nga ju të dyja? E kam një ide pak a shumë se kush mund të ketë qenë si fëmijë, po mos më shiko mua. Jo. Unë kam qenë një fëmijë shumë i urtë, vazhdoj të jem edhe sot, po ashtu. Nuk e di sa ta këndojmë Jona me këtë. I smeta jeti vlla. Jo, se nuk kam qenë kështu. Një fëmijë i urtë kam qenë. Unë kam qenë një fëmijë që qaja shumë. Për hir të vërtetës. Dhe shpesh e takoj mësuesin tim që kam patur nga klasa 2 deri në klasë të 4. Unë kam qenë një fëmijë, më thënë, një gjë të vogël, më thoje, po shikoj, e fshihin çik këtë se nuk e ke bërë mirë, unë nisja të qaja. Dhe po të më thoje, largohu çik më andeja se më ke zënë hapësirën apo ku ta diu, unë më njëherë nisja dhe qaja. Kam qenë shumë emocionale si fëmijë. Dhe nuk besoj se kam qenë ndonjë fëmijë që kam bërë probleme. Ndërkohë, sot mësuesi më thot, vazhdon të jesh më akoma siç ke qenë më përpara që qahen për çdo gjë? Them jo, sot nuk qaj më. Ke ndryshuar? Jam tani, thuaj çik se unë nuk kam bërë probleme. Jo, probleme nuk ka bërë asnjëherë, që është vërteta, ka qenë shumë emocionale dhe nganjëherë më nervozonte sepse duhet qash për çdo gjë. Jemi në temperamente totalisht të ndryshme. Domethënë nëse Elda edhe si fëmijë kemi ndryshuar. Elda në fëmijëri ka qenë më emocionale, domethënë shtyu më andej dhe ajo qante. Mua po të më thojë shtyu më andej, vetëm të shifja herë shtremët edhe vetëm rehatohesh aty ku isha, domethënë i natin deri në fund. Me kalimin e kohës më duket sikur unë jam bërë më emocionale, kjo është bërë më racionale, domethënë është bërë i merr gjërat pak më ftohtë se sa unë. Po problematike për hir të vërtetës, problematik nuk kemi qenë asnjë nga të katërt. As neve, domethënë. Keni qenë fëmijë të urtë në këtë aspekt. Këtë dhe isha në fakt ta theksoj sepse di, kam informacione që tash ti ajo që je më emocionale dhe që pothuajse për çdo gjë tash mos themi, po për në gjëra më emocionale. Si të them me moshë që kanë ca punë. Çfarë ndryshoi? Çfarë të ndryshoi për shembull ty Elda që të bëri të jesh më e fortë? Cilat mbase kanë qenë ato momente tash të shkojmë pak në adoleshencë ose në kohën pak më e rritur, cilat kanë qenë ato momente ose sfidat të cilat i ke pasur në jetë? Besoj se edhe me kalimin e viteve fillon edhe kuptohet pak më tepër, por edhe kjo që ta thonë gjatë gjithë kohës, domethënë, po qanë për këtë gjë, s'është normale, domethënë. Por besoj se me kalimin e kohës, me rritjen, normalisht gjërat ndryshojnë edhe desh apo nuk desh, edhe formohesh karakteri, edhe normalisht që nuk je më siç ke qenë që je aq emocionale për gjëra të vogla, le të themi. Nuk po them që nuk qaj më, por qaj për gjëra që janë më madhore dhe që
le të themi nuk janë ato gjërat e vogla që kam qarë më përpara. Sigurisht, dhe rruga jetës besoj që i bën ti te kalosh disa gjëra. Sigurisht edhe disa sfida që kanë ardhur gjatë jetës, por që besoj që të bëjnë më të fortë edhe nuk je më ajo që ke qenë fëmijë që qaje për çdo gjë. Sigurisht. Cilat mund të themi që janë prej kohës së fëmijërisë, le të themi edhe deri tash, sepse askush nuk e ka pas fush me lule, le të themi, jetën për të arritur këtu ku jeni edhe ju sot, këtë që keni arritur, që më duhet të them keni arritje të mëdha si vajza, si gra, për te punës dhe profesionit, por edhe si profile që keni arritur t'jeni këtu. Cilat kanë qenë mbasi ato sfidat nëse flasim, le të themi, për rrugtimin tuaj të jetës, që gjithmonë i mbani mend, që sot i keni hedh pas krave, por që në momentin që i kujtoni, ju bëjnë ende më të fortë, për të vazhduar ende më tej. Shka, unë besoj që një nga gjëra që ne na ka shënjuar edhe që na ka bërë t'ja dim shumë vlerën edhe gjërave të vogla, se sigurisht nuk pretendojmë të kemi zbuluar ujin e ngrohtë, ka qenë fakti që ti rritesh me pak. Pra, ajo fëmijëria jote mbushet me gjeste, mbushet me veprime, po jo me gjëra materiale, dhe ne jemi rritur nga prindër, sidomos nga mami që na ka mësuar t'i vlerësojmë edhe gjërat e vogla. Dhe na ka mësuar që të mund të ndërrojmë për te rrethanave. Ne i kemi lindur në Tropoj, të katërt kemi lindur në Tropoj, dhe në 98 jemi zhvendosur në Tiranë. Pra, ata fëmijët që vinin nga një provincë, që në një kohë shumë të shpejt filluan dhe u adoptuan me sistemin, me dinamikat e Tiranës, pra ne ishim ata fëmijët që shkëlqenin në shkollë, që shkonin në për aktivitetet ndryshme, që shkonin në për emisionet ndryshme. Pra, ky lloj kapërcimi dhe të gjitha ato vështirësit, pra, si dhe të them, ne na shoqëronte mami në një X aktivitet. Do shkonim me autobus. Do kishim shumë pak lek për të blerë diçka në ndërkohë që prisnim të zhvilloheshin provat. Po fakti që ne gjindeshim në ato lloj mjedisesh, ne na mësoi që edhe të ndërrojmë, edhe të përkushtohemi për të realizuar ëndrat tona. Dhe pastaj ardhja në Tetov, si thua, ne kishim kaluar atë fazën parapërgatitore dhe dinim të kujdeseshim për veten dhe dinim të investoheshim për të arritur ëndrat që kishim. Padyshim që periudha 2017 që ka qenë pjesa e diagnostifikimit të mamit edhe fakti që ajo ndroi jetë, ka qenë një etapë që ndryshoi shumë çka tek të katërt prej nesh, por besoj që investimi më i madh që mami kishte bërë tek ne ishte që na kishte përgatitur që ne t'ja dilnim vetë dhe t'ja dilnim në rrethana të vështira. Në momentin që ti ja del në rrethanat vështira, edhe forcohesh si karakter, edhe mëson t'i vlerësosh gjërat që ke, dhe mëson t'i vlerësosh edhe ato mundësit vogla që mund të t'jepen nga një herë edhe rastësisht. Dhe t'i shfrytëzosh dhe t'i materializosh pasaj për të arritur atë sukses që ti ja ke vendosur si qëllim vetes. Shumë e vërtet. Flasim gjithmonë ne, duke qenë se përmendet edhe mamin tuaj, ne gjithmonë flasim për gra të forta, gra që kanë arrit, por asnjëherë nuk flasim. Jo asnjëherë, po pothuajse asnjëherë nuk flasim për nënat të cilat i kanë rrit, pra në këtë rast për mamin tuaj. Çfarë karakteristikash do thonit se keni marrë, përveç pjesës këtë që ua ka mësuar mami juaj, cilat janë karakteristikat që secila prej jush mbase ka marrë nga... Elda ka marrë më shumë. Elda ka marrë më shumë. Ka marrë edhe si fizionomi. Po, le të themi të gjithë ma evidentojnë këtë pjesën, sidomos kur jam bjonde, se mami ka qenë bjonte, dhe të gjithë dhe më thonë, okej, dukesh dhe më thonë direkt që je vajza e vjollcës. Unë mendoj se një pjesë të karakterit mund të them e ditë të qenurit një person që le të themi i mban gjërat për vete, këtë besoj e ka marrë nga mami, që nuk jam tip që i ndaj me të tjerët. Me shumë pak, por jo me të gjithë. Jo, Elda është edhe më e paqët, është edhe më... Elda është më shtëpi. Elda është më shtëpi. Dhe dorën e gatimit. Po. Okej. Prandaj them, është më shtëpi. Kur ka ardhur Elda në fakultet, unë kisha diplomuar,
dhe më duk sikur shtëpin ja lash Eldës, edhe unë pasaj mundohesha të siguroj të mirat materiale për të vazhduar studimet, kështu që i ndam më rolet. Elda është shumë shtëpi. Realisht edhe kur mblidhemi, kjo është ajo që gjindet gjithmonë të na bashkoj, të na pregadisi diçka. Në këto tiparet e shtëpisë i kanë ngjarë mamit. Unë nga mami kam marrë dashurinë për shkollimin. Ajo ka qenë një grua që e ka dashur shumë shkollimin. Dashurinë për mediat i ka dashur dhe ajo, dikur në adoleshencën e saj ka qenë valltare. Dhe guximin për të ndruar shumë. Vjollca ime kishte guxim për të ndruar shumë. Ajo sigurisht që pjesë e ëndrave të çdo nëne janë t'i shohë fëmijët në atë version dhe në atë dimension që s'ka mundur ta shohë veten. Dhe ajo e besonte këtë gjë. Në të gjithë atë fare fisin ton ne ishim të fëmijët e parë që po shkolloheshim, padyshim shoqëruar me paragjykime të llojeve të ndryshme, por mami ishte vetmja që besonte. Ajo thoshte, shikon, do t'ja dilni. Mjafton të bani një korsi të drejt atyre gjërave që keni vendosur si qëllim dhe do t'ja dilni. Unë besoj që në këtë pjesë i kam ngjarë. Vetëm kishim një diferencë, se mami ishte më e vetë përmbajtur, ndërsa unë shpërthejna, po. Qarkun e shkurtër, shumë qarkun e shkurtër. E këtë ma bënte gjithmonë kritik. Duro, po mos e kthe llafin në të parë, po lëre në të dytën. Kurse Elda është që i mban gjërat. Po unë e kisha një parim, mama, thosha, po tani mes dy vetave, unë o tjetri duhet të plasi. Po. Pse plasun? Pse do të plasun? Le plas tjetri. Teksa flisje sigurisht për besimin, besoj që e keni çuar atë që e ka besuar mami juaj për ju, por nëse mund t'ju pyes tash, çfarë mendoni se do të ndjente ose do të thoshte nëse ju shikte sot pikërisht në këtë emision ku ju flisni për rrugtimin tuaj, për jetën tuaj, për atë që keni arritur? Tani po t'ishte duke na parë, e para punës njerë do ishte duke qarë. Kjo është pak po e sigurt. Unë jam njeriu që i kam shkaktuar më shumë të qara asaj, sepse në çdo promovim libri ajo e përjetonte 24 orë para, do të thënë fillonte qante, dhe në momentin që vinte ai momenti që uleshim të gjithë nëpër vendet tona, ajo edhe ato arritjet tona të vogla i përjetonte shumë, besoj është dimensioni një nëne se si i përjeton arritjet e një fëmije. Kështu që po t'ishte tani duke na parë, sigur do ishte duke qarë. E dyta do thoshte sa të bukur që e kam këtë gocën e vogël, dhe e treta do thoshte pu që si mbyll goja kësaj të madhes. Që ta dramatizojmë situatën. Do kishte thënë Elda, flit pak më tepër, apo? Na i ndrojnë kështu, ftyrën me të folurën. Po. Uroj të paktën nga atje ku është të jetë krenare për vajzat dhe për djemt. Nuk kam dyshim që është krenare. I përmendet sigurisht, i përmendem edhe vëllezërit tuaj. Si është raporti sot me vëllezërit tuaj? Ne kemi pas ndarje, të thënë. Unë kam qenë me vllajën e madh, ndërsa Jona me vllajën e vogël. Unë nga klasa e parë deri në klasë të 8 kam qenë në një klasë edhe në një bank me tim vlla. Që shpeshherë, le të themi, detyrat e matematikës më ndihmonte shumë sepse ai ishte shumë i mirë te kjo pjesa. Ndërsa Jona ka qenë me Idron, me të voglin. Kemi qenë të ndarë. Por unë si një vajzë që e gjithë vëmendja e shtëpisë ishte tek unë, pastaj gjërat ndryshuan me ardhjen e noses. Që do të thotë pastaj, okay, ishte vllai im, por prap, do të thënë, e ndante me nuse. Nuk e kisha vetëm për vete. Vazhdon të jetë ashtu edhe sot. Të ndarë. Pra edhe nusja tash më pjesë, sigurisht. Ajo, padyshim që është pjesë e familjes. E di çfarë mendoj? Unë besoj që arritja më e madhe që kemi ne të katër është ajo që mbasi mami ndroi jetë, sigurisht jeta do vazhdonte, vllai i vogël erdhi me ne në Teto, vazhdoi fakultetin, vllai i madh veç më kishte ndërtuar familjen. A di çfarë mendoj ku është arritja më e madhe mes vëllezërve dhe motrave?
fakti që edhe mbasikjes së mamit ne e kuptuam që duhet të ishim dashuri dhe përkujdesje, duhet të ishim përgjegjësi, duhet të kishim përgjegjësi për njëri tjetrin. Për mua shtëpia nuk është muret që ndërtohen. Për mua shtëpia nuk janë mobiljet që ka. Për mua shtëpi është çdo zemër që të pret, çdo zemër që të do, çdo zemër që është aty për ty, të doj në të gjitha versionet e tua, kur ti dështon, kur ti ke sukses, kur ti je mirë, kur ti je keq, kur ti ja del, kur ti s'ja del, kur ti bën zgjedhjet mira, kur ti bën zgjedhjet gabuara. Nëse ke një zemër që të do në të gjitha ngjyrat dhe versionet e tua, do të thotë që ti ke një shtëpi. Dhe ajo që unë e them me shumë lumturi është se ne jemi 4 shtëpi për njëri tjetrin. Shumë e bukur kjo në fakt. E teksa flasim sigurisht për familjen, unë dua që ti mbani sytë të monitori, sepse nëse ka mundësi regjia video mesazhin e parë ta shfaqim tash. Përshëndetje halla Jona dhe halla Elda, një dyshe shumë fantastike. Ju duam shumë dhe jemi shumë krenare për ju. Ju përshafojmë shumë nga larg. Kam zemër antis. Dhe mbesat, sepse i përmendëm sigurisht vëllezërit, por që ju keni edhe 2 mbesa, të cilat e di që i keni të ndara edhe këto. Po, unë kam të voglën, haula. Mbesat janë dëshmia që Zoti e ri për të rinë dashurinë vazhdimisht në familje. Për shumë, mbesa e vogël ka lindur fiks 1 vit e 1 muaj mbasikjes së mamit. Pra ajo ka rikthyer një dashuri të madhe në familjen tonë. Po unë kam një lidhje emocionale shumë të madhe me Sigin, me mbesën e madhe. Është shumë interesante se unë kam qenë në transmetim live në radio, bëja një emision kur ka lindur Sigi. Dhe mua më tregon vllai i vogël që lindi vajza e vllait madh dhe mua më kape qara në transmetim dhe non stop shkonin këngë dhe dikur u kthjella dhe them hy në transmetim, kishim një temë që e trajtonim dhe them kërkoj falje, po mua më ka lindur një mbesë dhe pasaj e gjitha audienca që po diskutonim temën e ditës, e lanë temën e ditës dhe të gjithë filluan të turojnë lindjen e mbesës time, kështu që mbesa ime ka lindur për të qenë VIP, se e merr audiencë që në ardhin e saj në jetë, që në ardhin e saj në jetë. Kurse haula është dashuria e Eldës. Ajo është, unë i them shumë shpesh që ajo është vajza ime e shpirtit. Edhe ngjajnë. Jo vetëm, por edhe në karakter ngjajmë shumë. Edhe nuk e di se si keni arritur që t'i bëni bashkë për të dalë, se zakonisht nuk para dalin, sidomos Sigi, tani është në pjesën e adoleshencës edhe ka më të vështirë tani, por që jam shumë e lumtur që i keni bërë bashkë të dyja dhe ne ka ndërguar këtë video mesazh. Sigurisht unë falenderoj nënën e tyre, Griseldën, që edhe ajo në fakt ka emrin tënd apo njëjt Adashe i themi ne. Falenderoj shumë që e solli edhe këtë video, po me që arrita t'ju sjell edhe ju të dyja këtu bashkë, patjetër duhesh të unë dua të them diçka. Ne mund të mburremi me versionin e mirë të mbesave tona, po që ato t'jenë ky version i mirë është padyshim edhe fal mamit të tyre. Sigurisht, patjetër. Përveç mbesave, nëse ka mundësi regjia edhe video mesazhin e dytë, sepse pikërisht këto fëmijët e bukur. Kam zemër, kam që doja mora të duam, maja doja. Sa të ëmbël. Këto janë ato që ju i quani fëmijët tanë, sepse jeni kumbarat e këtyre fëmijëve. Më tregoni pak më tepër. Do flasësh ti për çunin tënd? Vazhdo. Para shumë vitesh, kur unë në 1 vjetorin tim, gjyshit të tyre, mami im i kërkon që të bëhet kumbara im. Dhe mbas shumë vitesh, mua më vjen ftesa që t'jem kumbar e Argjenës. Argjena përfaqëson një emocion
shumë të bukur në jetën time. Argjena më ka dhënë një nga leksionet më të bukura të jetës. Edhe ngjajnë shumë në karakter, kur e mendon. Po. Argjena ka ardhur në jetën time në një moment kur jeta të privon nga përjetimi i disa emocioneve që ti ke pritur dhe nuk realizohen për x arsye. Argjena më ka mësuar që një fëmijë nuk është patjetër që ta mbash në trupin tënd për ta mbajtur edhe në shpirtin tënd. Kështu që Argjena është versioni më perfekt i një vajze që unë do ta doja. Jam shumë e lumtur që e kam. Dhe është një version fantastik dhe më ngjan shumë. Mami vetë thot mirë që e kam mbajtur 9 muaj se për do të ngjan ty më shumë. Dhe jam shumë e lumtur dhe uroj të më ngjaj, uroj mos më ngjaj në fat, këtë nuk dua që të më ngjaj, uroj që në fat të ngjaj mamit vet, por jam shumë e bindur që do më bëj krenare. Ndërsa Roari, nëse në dy mbesat e vogla ishte vajza ime e shpirtit, Roari është djali im i shpirtit. Domethënë kam edhe një vajzë dhe një djalë. Roari, atëherë në fakt ti thebi ca gjëra. Zakonisht bas lindjes Argjenës, që Jona ishte kumbare e Argjenës, kishim vendosur që domethënë mos të merrnin dikë tjetër, por edhe për fëmijët në vazhdim të ishte po prapë kumbar. Sepse një kumbar praktikisht është një prind i dytë. Të vazhdonte të ishte Jona, derisa unë u futa aty. Duhet isha unë kumbare të dyve, po jam e hyrë me 100 përpjekje arrita të bësha kumbari i Roarit. E di kur është më interesantja se janë dy fëmijë që na ngjajnë shumë në karakteristika të dyjave. Domethënë, mami vet ka qelluar në shenjë kur i ka zgjedh kumbarët për secilin fëmijë. Uroj që Roari një ditë të jetë me fat për kumbarën, sepse normalisht ai nuk ka qenë i vetëdijshëm për zgjedhjen që kanë bërë prindrit. Por që do doja s'bën pishman kur tritet. Uroj. Por që do thoja që nëse do kishte nevojë, patjetër, padyshim do isha gjithmonë aty për të. E ke obligativ edhe mos me dasht. Por që nuk besoj që do ketë nevojë për mua, se ai ja del që tani që është 2 vjeç dhe imagjino më vonë. E filloi të lavdëroj Duket edhe prej mënyrës. Filloi të lavdëroj. Po edhe ti e lavdërove deri tash edhe vajzën. Duket në fakt edhe prej mënyrës dhe duket ajo dashuria që sepse janë shumë të vegjël dhe teksa bisedova sigurisht edhe me nënën e tyre, thanë që mezi arrita sepse normal ato janë të vegjël dhe nuk e dinin se për çfarë po bëhet fjalë, por që e treguan atë dashurinë që kanë për ju. E di çfarë mendoj unë? Ore mirë këta të dy që për shembull do kenë nga 2 nëna. Mirë është kesh 2 nëna. Po taksirat ata që do kenë nga 2 vjerra, për shembull. Më vonë si do ja bëjnë, se me një si dilet në qosh imagjino me këta që do kenë. Për djalin bile besoj që do të jetë edhe pak më e zorshme apo për nusën e djalit në të ardhmen. Të gjithë familja ankohen nga unë. Të gjithë familja prej meje i kanë ankesat. Prej teje, kështu që të ty do t'jenë ato që e shikojnë tash, mbase do të mendohen disa herë. Nuk e di pse ankohen për mua, po mua më nxjerrin si më të vështirë në familjes. Nuk di pse, nuk e ke idenë pse nga vjen kjo. Jo, çfarë thua? Nuk ja ka idenë se nga vjen kjo. Vajza, ne do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare tani dhe sigurisht që me emocionet dhe me bisedën do të vazhdojmë edhe më tej, por do të kemi veç një shkëputje të shkurtër e rikthehemi menjëherë. Jemi rikthyer dhe vazhdoj të qëndroj me emocionet e njëjta sigurisht dhe me motrat Geci këtu me Fationan dhe Griselden. Për ikur shumë pak nga ato emocionet, sepse do t'i rikthehemi sigurisht, por dua të flasim pak edhe për pjesën tuaj tashmë që jeni ndërtuar, e keni ndërtuar veten. Fationa ti ke magjistruar për sociologji, pra je sociologe, gjithashtu Elda ti për edukim special dhe rehabilitim, që në fakt edhe keni edhe qendrën Fluturo për jetën, të cilën ti e drejton. Më thuaj, kanë qenë këto zgjedhje të cilat kanë ardhur gjatë rrugës, apo i keni menduar më herët
përveç pjesës sigurisht që ju keni menduar që do të jeni të përfshira në media, por pikërisht për këto drejtime që keni vazhduar. Kanë qenë, i keni menduar më herët, çfarë keni ndjekur kur keni vendosur këto dua ta bëj dhe arsyen pse dua ta bëj këtë? A e shef jetë të vazhdo fol, s'ka faj. Unë sociologjinë kam dashur gjithmonë. Sociologji, psikologji kanë qenë dy opsionet e mia, sociologjinë kam dashur gjithmonë. Më duhet ta pranoj publikisht edhe drejtimin e Eldës se kam zgjedhur. Kam ne thash shkrepe. Por e kemi gjetur veten secila në drejtimin e vet. Unë mendoj që nuk jam e parimit që ti duhet zgjedhësh të bësh një punë që është një punë e ekonomisë së tregut. Domethënë atë çka kërkon tregu, se çdo periudhë, çdo kohë ka një kërkesë tregut caktuar. Ka qenë një periudhë që të gjithë donin të bëheshin ekonomist, pastaj të gjithë donin të bëheshin jurist. Unë mendoj që çdo njeri duhet të shkoj tek ajo që i ka parametrat e vet të përgatitjes. Unë po të më kishe quar mua të bëj një fakultet ekonomie, ndoshta do e çoja në fund, po kush hajër prej meje nuk do shifte. Kjo është pak po e sigurt. Unë kam qenë gjithmonë shumë strikte për ta gjetur veten në gjën që bën, sepse nëse e gjen veten, atëherë ti do performosh shumë më mirë në profesionin tënd, po edhe vetë do të jesh shumë më e kënaqur. Elda është njeriu me durimin më të madh në botë. Domethënë mua po të më çoje të bëj edukim special të rehabilitim, kisha lënë që gjysmën e parë të semestrit të parë, të vitit të parë, e kisha lënë si drejtim. Kështu që besoj se jemi gjetur secila në profesionin e vet. Unë në fakt që fëmijë vet, i kam dashur shumë fëmijët, edhe merresha shumë me fëmijët e tezës, se gjithë kanë qenë më të vegjël se sa ne, apo me të komshisë, pastaj duke u rritur vazhdonte po prap, dhe besoj se për te asaj që le të themi ka qenë patjetër Jona një shtys për të zgjedhur këtë drejtim, besoj se ka qenë i dukuri dhe besoj se tani me punën prej 7 vitesh që bëhen me qendrën, besoj se ka qenë në zgjedhje e dukur në ato kohë. E ke gjetur veten sigurisht. Të shtiu durimi në fakt të çoj durimi për ta shtyrë më tepër Eldën për të shkuar në këtë durimi që ka Elda për të shkuar në këtë drejtim, apo cila ishte ajo, çfarë pete Elda në të ardhmen që the Elda ti duhet ta vazhdosh këtë? Elda ka shumë durim dhe i do shumë fëmijët. Domethënë dhe ka një lloj magjie te Elda në raport me. Domethënë nuk ka fëmijë në botë që kjo nuk do ja gjejë Elat. Nuk ka asnjë lloj, domethënë edhe ata fëmijë që thonë me këtë fëmijë nuk merrem, kjo për 3 minuta e shef e shtul lozmat kalamanin edhe ti kthehesh edhe ç'i bëri këtij fëmijës. E ka thash Elda shumë shtëpi, është në këtë gjën që po thosha pak më parë që i ka ngjar mamit, është shumë shtëpi, është shumë e gjen gjithmonë një mënyrë për të komunikuar me të gjithë, me fëmijët ka një raport shumë të veçantë, shumë më e duruar, ka shumë më durim për t'u marrë edhe me gjëra të vogla, gjëra që unë nuk i kam, kështu që tani se të thasha do ta bësh, në fund thash bëj. Edhe bëri. S'kisha zgjidhje tjetër. Po të kam thënë, të njoh mirë, ma dëgjoj fjalën. E ka bërë zgjedhjen e duhur edhe për ty, kështu që më thoni pak çfarë shihni ju në qendrën tashmë 7 vite e the që funksionon qendra. Çfarë shihni ju diçka, sepse ju keni ndryshuar edhe jetën e fëmijëve, shumë fëmijëve dhe jetën e shumë prindërve, përveç që e keni përmbushur veten në një farë mënyrë, besoj me këtë punë që keni bërë dhe që bëni, keni ndryshuar dhe jetën e të tjerëve, por cila është ajo pjesë që të tjerët mbase nuk e shohin, po që ju e jetoni çdo ditë në qendër? Tani jemi në fazën, vetëm tani nisum këtë pjesën, pastaj vazhdon Elda. Jemi në fazën që kemi secila zyrën e vet, shkojmë vetëm për kafe, ke zyrat e njëra tjetrës dhe nuk i përzihemi në punë. Po tani ka rënë edhe kjo pjesa tjetër që nëse më përpara me pjesën e prindërve dhe takimeve merresha unë edhe me anën profesionale edhe me stafin merresha Elda, tani duhet i bëj të gjitha. Duhet i bëj të gjitha vet. Edhe takimet me prindrit, duhet bëj edhe terapinë. Shiko, doja në fakt të shkëputesha pak se normalisht
është goxha e vështirë ti mbash të dyja, por që nuk më lën për të shkëputur. Për shembull, unë dua disa orë ti mbaj më pak që të punojnë të tjerët në ndërkohë, por jo, ka prindër që insistojnë, jo Elda, aman të lutem dua me ty të punoj, ndërkohë që ti duhet bësh edhe të merresh me takimin me prindrit, por edhe me fëmijët në terapi, por edhe një intervistë këtu, do të thënë, të gjitha duhet i kesh në kontroll vet. Por që Se e di e kollaj drejtor lëkun, ti Po, se më hiqe ti disa gjëra dhe unë fokusohesha tek fëmijët. Për hir të vërtetës, le të themi ka qenë qendra e parë në Maqedoninë e Veriut me një plan program se si zbatohet në qendër. Për 7 vite ka patur një ecuri të secilit fëmijë që ka qenë në këtë qendër. Kush më shumë, kush më pak, varësisht edhe se sa janë angazhuar dhe familjarët për të marrë me të. Por që besoj që puna e jonë tregohet me anë të rezultatit të secilit nga fëmijët. Sigurisht, kjo është shumë e vërtet në fakt. Dhe u konfirmua ajo që sa po the edhe ti më herët, që kur tregoj që nuk e lën Eldën që të ikë, sepse duan prindërit të punojnë, atë që e the që e duan të gjithë, e kërkojnë të gjithë. 5 vite unë e kam drejtuar qendrën e autizmit dhe realisht unë e kam drejtuar sepse personi në fjalë nuk merrte përsipër ta bënte këtë punë. Edhe tu e ke shtyrë ti, pra punën e drejtores apo. Por qendra e autizmit është e kësaj, sepse në fund ditës është e profesionit të saj. Por kishim një problem. Na ftonin nëpër media. Dhe këtë qonte delegat në qeverinë e Vlorës, qonte motrën e madhe, dhe prandaj u deshe unë të... Dhe tani kur në trasin për temat autizmit të mos më thirrni, se ja ku e keni, mund të atresi, nuk i përzije më në profesion. Kështu që unë në tërhoqa, dola në zyrën time dhe... 5 vite ke bërë një punë të shkëlqyer për sa i përket marketingut. Faleminderit. Veç kaq. Ja, ka qenë bashkëpunimi mirë. Në fakt, po, tash ke filluar ti që Eldën ta qosh nëpër media, nëse dikur ajo të ka çuty, sepse që herën e kaluar kur e kam pas Eldën, pra që kemi folur për flutura për jetën këtu në Alsat, të kam telefonuar ty dhe ke thënë, po e sjell Eldën, do vi Elda të flas për këtë, kështu që thënë nga drejtor në shofer kam përfunduar. Ja, kjo janë ja ca ngrihen në detyrë më motër ca bien. Ja, kjo është e gjitha. Kjo është jeta. Vazhdoj të jem menaxhere motrës, edhe shofere me raste. Bashkëpunimi mbi të gjitha, ajo është. Ju keni edhe shumë shoqëri, përveç familjarëve në të cilët i përmendën që jeni të përmbushura sigurisht nga kjo pjesë njerëz të cilët ju duan, ju rrethojnë, ju keni edhe shumë shoqëri dhe këtë e kam verifikuar edhe në momentin që kam kërkuar t'ju bëj disa surpriza që asnjëri prej tyre nuk ka nguruar dhe më duket që jeni mysafirët që kanë më tepër surpriza në këtë emision. Kështu që kemi edhe një surprizë tjetër për ju, nëse ka mundësi regjia të shfaqim edhe video mesazhin e vet. Përshëndetje Ilmie, shumë faleminderit që më bëre pjesë të këtij emisioni me këtë video për 2 motra fantastike, 2 vajza të shkëlqyera, Fatjona dhe Griselda, të cilat i përshëndes nga zemra. Janë 2 vajza të cilat unë si familje i kemi shumë gjanë. Vajza të cilat kanë sakrifikuar shumë në jetën e tyre dhe janë një shembull për të ndjekur në ç'kuptim. Janë një mesazh për t'u tëhequar. Se jo nga njerë, por shpesh herë shqiptarët në përgjithësi jeta i ka përplas me lloj vështirësish. Qoftë familjare, qoftë kombëtare, qoftë shoqërore, qoftë nga vështirësi pune e kështu me radhë. Mirë po, Fatjona dhe Griselda kanë ditur si thosh të përballen me këto vështirësi dhe t'ia dalin. Dhe imagjino në një shqiptari ku femra apo gruaja e ka shumë më të vështirë se sa mashkulli për t'ia dalë në jetën e tyre. Unë dua t'i përgëzoj me këtë video mesazh jo vetëm për mënyrën se si ja kanë dalë në jetë, por dua t'i përgëzoj edhe për aktualisht për punën që ata bëjnë, sepse është një punë që e bëjnë me jashtëzakonisht shumë zemër, sepse vetëm kështu mund të bëhet, pra në shërbim të dikujt tjetër. Vetëm me zemër mund të bëhet. Kështu që unë dua t'i përshëndes, t'i përqafoj në emër të familjes time. Ato të dyja e din këtë gjë që ne i kemi shumë gjanë. Përqafime Fatjon, përqafime Griseld, unë ju kam shumë gjanë. Ciao. Juldeta. Gjithë jetën na ka shkaktuar qeshura, sot na shkaktoi lot.
Juli është një personazh, jo vetëm që është shumë i dashur në familjen tonë, se ne kemi kështu aktor preferuar në familje. Është një njeri i jashtëzakonshëm, edhe ne ndihemi me shumë fat që e kemi mik. Julin edhe familjen, gjithë familjen e Julit. Juli ka gjithashtu dhe një bashkëshorte të mrekullueshme dhe është nga personazhet publik që na ka përkrahur dhe mbështetur në çfarëdo lloj kauze që ne i kemi kërkuar një mbështetje publike, sidomos kur ka qenë pjesa e sensibilizimit për fëmijët me nevoja të veçanta. Kështu që jemi shumë krenar për të, ashtu siç është një shqiptari e tërë krenar për Julietën. Shumë e vërtet, në fakt është pa diskutim një nga aktorët më të mirë dhe humoristët më të mirë që gjithmonë na ka bërë për të qeshur dhe unë mbi gjitha është një njeri shumë i mirë. Po. Kjo është shumë e rëndësishme dhe në fakt taf shumë fjalë të bukura dhe pikërisht këtë e kemi edhe qëllimin e emisionit sepse ndryshe është kur edhe shikuesit shohin nga një person i afërt, i thot me kaq shumë zemër, këto fjalë të cilat tregojnë shumë. Pra ne mund të flasim këtu, por që fjalët e këtyre personave të cilët i shfaqin për ju tregojnë shumë edhe për ju dhe me të vërtet ka thënë fjalë shumë të mira dhe nuk nguroj, kështu që unë e falenderoj shumë, shfrytëzoj rastin ta falenderoj shumë për këtë video sepse sapo e kërkova sigurisht që për motrat Geci, patjetër që do ta bënte. Faleminderit shumë. Por që nuk kemi mbaruar këtu, sepse po i afrohemi nga dalë në fundit, por që nuk dua t'i lej dhe të tjerët sigurisht, sepse ka pasur shumë pra thash që keni qenë mysafiret me më shumë surpriza në këtë emision. Kështu që nëse ka mundësi edhe videon tjetër të radhës. Urimet më të mira për këtë emision kaq të bukur dhe përshëndetjet më të veçanta dhe të përzemërta për dy mikeshat e zemrës time. E dashur Jona dhe Elda, unë jam shumë e gëzuar që ju jeni bërë pjesë e një komuniteti kaq të gjerë dhe cilësor aty ku po jetoni dhe po zhvilloni aktivitetin tuaj me kaq fisnikëri, me kaq mund dhe me kaq përkushtim. Çfarë të them më parë? Më duket sikur koha ka ndalur dhe kam harruar vitet që ju jeni pjesë e jetës time. Por di të them që të gjitha këto vite janë kaq të bukura dhe të mbushura me kaq shumë sinqeritet, me kaq shumë përpjekje dhe me kaq shumë dashuri. Jona e dashur, ti je nga ata njerëzit e rrallë që di të dëshmosh se sa forcë ke brenda vetes dhe se sa herë ja ke dalë mbas çdo vështirësie. Ti kur nuk e dorëzuar, ti je njeriu që në këtë jetë më ke mësuar që dorëzimi nuk e ke të lejuar. Ti ke lindur vetëm për t'ja dalë dhe me sukses. E në këto rrugtime suksesesh, që unë e di nuk kanë qenë gjithmonë të bukura dhe as të lehta, nuk ngjajnë fare me kopertinat e fotove, ti ke patur ne të gjata pa gjumë, vështirësi dhe momente që të zhdashur të rimendosh dhe njëherë çfarë po bën dhe ku je. Por unë e di, në fund të ditës ti do ja dalësh gjithmonë dhe ti do shkëlqesh, ashtu siç dielli shkëlqen. Ti je Teze Halla e 3 fëmijëve të mi, ashtu siç dhe Elda është. Megjithatë mund t'i ndani lehtësisht fëmijët e mi dhe ti keni pjesë të jetës tuaj, ashtu siç ne ju keni pjesë të jetës tonë. Ju duam shumë, jam kaq e lumtur që ju njoh dhe jam kaq e lumtur për çdo sukses tuaj. Uroj të shkëlqeni. Jam shumë xheloze që jeni atje. Do dëshiroja shumë t'ju kisha pranë në Tiranë, të kalonim kohë të bukura siç vetëm ne dim të kalojmë dhe të ndjeja gjithsesi forcën e dashurisë që ju keni gjithmonë ndaj meje. Uroj shumë të takohemi dhe që t'ju bie ndonjë rrugë nga Tirana në mënyrë që të kemi ato orët e gjata të bisedave tona, mes të qarash dhe të qeshurash, mes forcës që njeriu gjen tek vetja edhe atëherë kur mendon se nuk ka forcë. Uroj t'ju shikoj gjithmonë në dritë të syrit dhe të më shikoni po ashtu për të kuptuar gjithmonë se do t'jemi bashkë në çdo vështirësi dhe në çdo gëzim. Ju puth shumë dhe ju kam zemër. Na bëhet kështu. Genta është edhe një mikja juaj tjetër, pra nga Tirana. Genta nuk është mike, Genta është familje. Genta është familje. Përmendi vitet, në fakt janë bërë mbi 20 vite që ne jemi mike. Jemi familje, bashkë edhe me bashkëshortin edhe me fëmijët e saj. Teze Halla, kemi këtë shprehje sepse bashkëshorti i Gentës është nga Tropoja dhe kështu që i bie jemi gjys Teze, gjys Hall dhe jemi Teze Hall për të 3 fëmijët e Gentës. Genta është dëshmia se si miqësitë
rezistojnë dhe bëhen më të forta, edhe kur ti je në largësi fizike. Shtëpia e Gentës është shtëpia jonë sa herë që ne shkojmë në Tiranë. Pra është ajo që thash në fillim të emisionit, që shtëpia nuk është mure, shtëpia është zemër. Dhe ti e ke shtëpinë kudo ku ke një zemër që të do. Dhe unë jam shumë e lumtur për një gjë, që miqt gjën që e evidentojnë në raport me ne është se këto vajza që ja kanë dalë. Unë në këtë intervistë zgjodha të mos ishim shumë dramatike dhe ndoshta edhe prandaj, sepse mendoj që ti ja ke dalë atëherë kur suksesin ke me këta ndash dhe suksesin ka kush të ta dëshmoj. Dhe unë jam shumë krenare qoftë për familjen, qoftë për miqt që na kanë shoqëruar në këtë rrugtim. Dhe po, suksesi është të kesh me këtë ndash ato çka ke arritur. Shumë e vërtet në fakt, shumë e vërtet. Nuk kam mbaruar, e di që do qanim pas edhe pak, por që jemi nga fundit dhe nuk dua ta lë pa hedhën edhe këtë video, kështu që regjia nëse ka mundësi edhe videon e fundit ta shfaqim. Përshëndetje vajza, faleminderit Ilmi për këtë mesazh të shkurt në kuadër të emisionit tuaj të pasdites Prizma për mysafirët e juaja Ionon dhe Eldën. Këtë mesazh do ta filloj me thënien të cilën kam përmbyll konferencën e vitit të kaluar në kuadër të qendrës së autizmit Fluturo për jetën. Unë nuk pata fatin të njoh nënën Vjollë, mirë po pata fatin të njoh vajzat e saj. Dhe jam i sigurt se sa po citova këtë thënie, Jona vetëm më ka filluar të qaj në studio. Veti e cila kjo nuk më pëlqen tek ajo, dhe nëpërmjet këtij video mesazhi po i përcjell përsëri vërejtjet të cilat çdo herë i them, Jona, këtë nuk duhet ta bësh asnjëherë, sepse ti je ajo e cila kur unë pata nevojë, ti më ngrite, më ndryshove, të kuptoj se bota me të vërtet që ka edhe më ndryshe me zhvillimin e larës dhe terapiat të cilat i kemi ndjek. Por se sa do të arri prej këtij video mesazhi, Jona, ti mbahet kësaj rregullë, këto do ta lëm në fatin të cilën kohën dhe fatin të cilën do të dëshmoj. Të flas për Eldën, nuk ka nevojë shumë fjalë. Ajo është disa tipare të cilat edhe unë tani më vetë se i kam krijuar në veten time. Është këmbëkulse, është vetëdijshme për të gjitha veprimet dhe hapet që merr ajo, është me këmbën në tokë, nuk është si Jona ashtu siç e kemi pagëzuar unë dhe Lara Jona Qaramane. Elda ka karakteret e saja, tiparet e saja të cilat me të vërtet janë shembull i një terapiste, por edhe një drejtoreshe e cila aktualisht ajo e vazhdon dhe menaxhon qendrën e autizmit. Nëpërmjet këtij video mesazhi doja të përcjell më shumë mesazhe tek Jona. Jona merr shembull nga Elda, sepse ajo tani më është e kthyer, e preferuara e mamit, por edhe tani ka filluar edhe e Larës, sepse nëse nuk i fiton tiparet të cilët unë dhe Lara i duam gjatë terapisë, atëherë ne do të kemi video mesazhe tjera të cilët ndoshta do të jenë më zemëruese për ty. Të faleminderit që jeni pjesë e jetës tonë, për zhvillimin e Larës, kujdesin e saj. Po ashtu edhe faleminderit për të gjithë vajzat terapiste të cilat kanë dhënë mundin profesionalist në zhvillimin e terapisë së Larës në kuadër të qendrës suaj. Paqim çdo të mira dhe gjithë. Ndërkohë që ankonte për Jonën, unë Tash do çek që edhe ti ke marrë nga Jona tash. Kjo është ankesa, domethënë nuk e prisja që do ma thoshin edhe publikisht këtë gjën. Tash do më kursenin se kur Ermira është kryetare e klubit nacional të prindërve të fëmijëve special në kuadër të qendrës tonë. Për disa vite Lara vajzave kanë ndjekur terapinë tek ne dhe Ermira kur ka ardhur në zyrë të unë, ajo po flisë unë po qaja, ajo po flisë unë po qaja, edhe dikur unë dalur po më shifë të kjo qa ka që qatë, në më të. Por Ermira më ka treguar versionin e jashtëzakonshëm të një nëne. Unë në jetën time kam modelin më të mirë të një nëne dhe pak nëna mund të më bëjnë përshtypje në versionin e tyre të forcës dhe luftës që e bëjnë për fëmijën e tyre. Ermira ja ka dalë. Dhe nëse për Ermirën është fakti që nuk e ka njohur mamin tonë, po është mirënjohëse ndaj për vajzat që ka rritur,
Unë jam mirënjohëse për modelin e jashtëzakonshëm që ajo ka treguar me Larën si një nën, si një grua, si një mike e jashtëzakonshme. Dhe nuk premtoj dot që nuk qaj më motër, se me gjithë të emocione, a ka njëri që... Do përte, kur qanë kjo, që e kemi etalionin e mosqarjes në grupin tonë, që pun keni me mua, unë jam... Po. Rubinetat gati për qarë. Rubinetat gati për qarë. Në këtë rast nuk duhet të t'ju zemrohet. Dhe më vika shumë i natë që publikisht u shprehen që edhe Lara dhe mami duan Eldën më shumë. Jo qeramanet. Kjo është një mesazh që atë që e kërkojnë, që mos jesh më qeramane, ashtu siç të quajtë, por që në këtë rast nuk duhet t'ju vënë faj. Nuk duhet t'ju vënë faj, sepse ka pas shumë fjalë të bukura nga gjithë familjarët, nga miqtë tuaj dhe kanë treguar shumë për punën që mbase unë nuk desha ta tregojmë ne të flasim vetëm për atë pjesë, por që ato e treguan. Mendoj që me mesazhet dhe me fjalët që thanë e treguan gjithë atë punën, atë që e the ti, që suksesin e ndaj me të tjerët dhe ju e keni ndar me të tjerët, keni me këtë ndani dhe kjo është edhe një arritje tjetër, shtesë e juaja, kështu që ato e treguan me fjalët që i thanë, e treguan gjithë punën që ju bëni, që mbasi jo të gjithë e shohin, por që është një punë shumë e madhe. Duke qenë se jemi në fund, dua vetëm një mesazh për të gjitha ata vajzat të cilat përpiqen për të ndërtuar një jetë, për të ndërtuar veten me forcat e veta, cili do të ishte një mesazh juaj. Se kur më shef, do më thënë ma le stafetën një. Direkt i qonë sytë kështu foltitash. Presidentja e parë grua e Brazilit ka thënë një shpreje. Uroj që t'i shoh prindrit tek i shohin vajzat e tyre dhe ju thonë, edhe pse ti e femër, po ti doja dalësh. Unë besoj që rrugtimin e suksesit apo nivelin e arritjes së suksesit nuk ta përcakton gjinia, por aftësia, vullneti, karakteri i fortë. Një nga gjërat më të rëndësishme për të mbritur atje ku ti ke vendosur qëllim vetes është edhe të kesh njerëz për t'i lumturuar, edhe të kesh njerëz për t'i gëzuar, edhe të kesh njerëz për t'i bërë krenar, po edhe të kesh njerëz për t'i dëshpëruar. Sepse të gjitha ata që do presin që ti të biesh gjatë këtij rrugtimi, ti duhet t'i dëshpërosh. Ti nuk duhet t'u japësh atë kënaqësi. Kështu që në jetë duhet luftojmë për të arritur që t'i bëjmë krenar ata që presin që ne t'ja dalim, po edhe që t'i dëshpërojmë rrugës ata që presin që ne të dështojmë. Shumë mesazh i bukur. Dhe ti mendon se unë kam ndonjë gjë tjetër për shtuar pas kësaj? Nuk e gabim. Po, prap i dakordoj sigurisht me këtë. Ndërkohë mund të falenderoj shumë, sepse është nga momentet më të bukura televizive që unë kam kaluar në jetë, s'm ka ndodhur ndonjëherë të qaj në emisione. Të falenderoj shumë për këtë emocion, falenderoj shumë që ke bërë bashk pjesë të shpirtit e pjesë të jetës tonë, për të na mbledhur të gjithëve kështu në një studio dhe uroj që të ketë qenë një shoqëri e këndshme në këtë pasdite për gjithë teleshikuesit e Alsatit, që më duhet ta pranoj që të daljen time të parë mediatike në Maqedoninë e Veriut e kam pas në Alsat. Në Alsat. Edhe unë të falenderoj shumë, sigurisht falenderoj edhe për të gjitha mesazhet, video mesazhet që kishe. Po padyshimi falenderoj edhe ata që janë përgjigjur dhe uroj që të ketë qenë disa minuta shumë të këndshme për ata që na kanë ndjekur. Unë e besoj thellë dhe më thënë që kanë qenë minuta të këndshme, sepse më duhet të them që ka qenë një nga emisionet më emocionuese dhe shumë frymëzuese, duke ju njohur pak a shumë edhe ju të dyjave dhe kënaqësi shumë e madhe edhe për mua dhe faleminderit shumë edhe që i ndat këto emocione, nuk e mbajtët veten. I ndat këto emocione, ndat nga rrugtimi juaj dhe sigurisht një falenderim shumë i madh për të gjithë ata të cilët u bën pjesë e këtij emisioni, duke e zbukuruar edhe më tepër dhe duke i dhënë edhe më tepër emocion dhe frymëzim edhe këtij emisioni, kështu që për mua ishte një kënaqësi e veçantë dhe sigurisht që nuk do të jenë emisionet e fundit që do të kemi bashkë, sepse kemi shumë gjëra tjera për të folur, por që ju falenderoj shumë që ishit pjesë sot. Jo, për të qarë mos më thirrë. Jo, për të qarë do të thirrim për gjëra tjera. Më bën për ujë të ftohtë. Do të thirrim pak më. Po të kesh një gjë për të qeshur vi, për të qarë mos. Do të thirrim për gjëra më kritike, se di që ti edhe zë shumë kritik, kështu që herëve tjera do të kemi mbase për gjëra pak. Për kritika këtu më ke. Këtu më ke. Patjetër. Vajza, faleminderit shumë edhe. Faleminderit shumë edhe ty.